Rikthehemi sërish në studio këtëherë me burimin për të analizuar atë që po artikulonte pak më parë zoti Berisha në këtë dalje për mediat. Burimi, faleminderit që na prite. Vazhdon me sagën e tij zoti Berisha me daljet publike nga selia e Partisë Demokratike dhe me denoncimet e tij. Shiko, të thojë Berishës që ky është dallimi i madh midis neve gazetarëve, se shpesh jemi detyruar neve, nëse dëgjove, për çështjen Krishtin Faruku, për çështjen kush e ton Dumanin. Dallimi midis neve gazetarëve është se ne ngrim këto pyetje dhe ai Berish do t'i japi përgjegjësi politikan. E kam pasur bërë përballë Berishën para 2 vitesh në një studio në Shqipëri. Dhe këtë pyetje bëra. Apo një opozit nuk është vetëm për të denoncuar, një opozit është edhe për të rindërtuar. Çfarë sistemi ke ti mbrapa tani që një Duman tjetër mos bëjë në një? Ne si gazetarë, nëse kemi kolegë në sallë, shpresoj të ketë kolegë në sallë gazetarë, tanët që të bëjmë pyetjen, çfarë propozoni juve? Çfarë propozoni juve që nesër një Duman i ardhshëm të hetohet? Sot në Shqipëri ke një institucion që quhet ILD-ja, Detyruar nga Zoti Metani, pra Instituti i Lartë i Drejtësisë. Këtë njeh ligji. Nëse nuk ishim mjaftuar të ndryshoj ligjin. Po unë sot si gazetar, nuk ndjem sot fare i qetë kur shoh që ky Duman sot që shërbej Ramës, nesër mund të shërbej Berishës. Pra të denoncosh pa propozuar si do ndryshojnë gjërat, për mua është hedhësh shin tava. Ose shkoni një masë radikale. Bëje Dumanin e ardhshëm të zgjedhur nga populli, siç e ka Amerika, prokurori. Po jo kështu, që të ngjeth mishin. Gjë që thotë ai të ngjeth mishin. Jam dakord me të. Që nëse ky Krishtin Faruku me kaq kërkoka nga Italia për ekstradim edhe Shqipëri sot i vëdhet i lirë, është të ngjeth mishin. Duhet të verifikuar. Po çfarë do bësh mbrapa tani? Ti nëse në pushtet do vish Berish, nëse vjen partia jote, me qenë se drejtësia është e pavarur, edhe nëse ja ti Dumanit nesër ti nuk i bën gjë se është i pavarur. Pa propozoni njerëz, propozoni, o njerëz, propozoni. Jo vetëm denonconi. Për denoncuar bëjmë ne gazetarët. Ne paguajmë për të. Ai paguhet edhe një herë që kur të vinë në pushtet të ndryshojë gjërat. Rama mirë keq e bëri hundëtësie, është çfarë. Ti po ta marrësh nesër pushtetin, çfarë do bësh? Ka një përgjigje Berisha, kur e bëri për vitin. Do i detohem Venecias. Po ne vetë për Venecia, ne vetë për partitë në Shqipëri. Edhe Venecia vetë nuk ka zgjidhje. Pra të duhen zgjidhje. Ose të bësh nesër një Artur Metani, pra shefin e ILD-s, ai që duhet të investigojë, bëhet pa prekshëm, bëhet me imunitet. Dhe me ta shohun sot, askush nuk guxon në gjykatës në një prokuror të hetojë mbi kryeprokurorin, sepse ai mbrapa pastaj shkon dhe i heton mbrapa i kërcënon. Bëhet një institucion të paprekshëm. Nuk di, po këtë dua nga KPD. Të njëjtën gjë kam edhe me zgjedhjet. Ankohen në vitin e zgjedhjet, presin rekomandimet e Odirit. Po ti si PD, ke rekomandimet ti vetë se si mund të bëhet sistemi që mos të vidhen zgjedhjet? Mua kjo më në Shqipëri dhe njëherë, kjo më të merron në Shqipëri. Ky nivel kaq i ulët intelektual politik. Nuk kanë propozime, kolege, nuk kanë. Ore, u vodhën bijut në Luvër, nuk kanë parlamenti, forcat politike, mirë keq po janë propozime, si mund ndryshohet. Propozime para që bëve njëherë, ato që kanë mbetur si Xherahire, vërin në Bankën e Francës, 10 metra në dhe, që mos i vjedhë më njëri. Bëhet një propozim. Po këtu asgjë më nuk do gjë as edhe një gjë nga opozita, as një propozim. Edhe një pyetjen unë ja kthem mbrapa Berishës, kush e heton Dumanin? U pyetën Berishës, po kur ti je në pushtet, kush do të hetoj Dumanin? Kush? Disi ekzekutivi nuk ke fuqi, nuk ke drejt. Pra bëni edhe një herë një seri projekti ligjesh, thonë shqiptarëve, po di në pushtet do bëj këtë, votoni mua. Po kështu sot spektakël, pam një spektakël. Gjëra të rënqeshe, edhe një herë sot unë do doja që drejtësia italiane të mos heshte, se Italia është vend që duhet të aprovojë edhe ajo antarësimin e Shqipërisë, nëse vërtet sot drejtësia shqiptare vë shkopa në rrota dhe nuk ekstradon atë që ka perëndimi, ka një problem. Atëherë të sot Berisha, unë bëj një pushtet, do bëj një ligj që çdo kërkesë për ekstradim nga një shtet antar i BE-s, mund të dhe Dubai, nga një shtet antar i BE-s, unë jap prioritet me ligj drejtësisë europiane përpara asaj shqiptare. Bëjmë ligj, bëjmë propozim të dëgjojmë.
E qartë. Unë ashtu ndroj pashë ligjin, që kërë prokurori sot të jap në ILKP-s juta jo, pasuri që ka, dhe të shkalloj në vetting çdo vit, ai të kaloj në vetting kryetari i SPAK-ut. Bëje me ligj. Dhe se fundi fare. Do të thotë diçka unë. Me sa di unë, nuk është domane që i merrim gjitha dosjet. Me këtë dosjen e Kreshnik Faruku që tha 3 herë Berisha, që së njohim në sekretar së njohim fare. Pse jo? Është domane që merret apo ka një prokuror tjetër? Pra dhe një herë do të jemi më shumë kërkues, ngulmues me opozitën, e cila mos ta fusin me në kursin, që ne sekretarët ajo jemi njësoj. Nuk jemi njësoj me opozitën e vet. Ne jemi ne që denoncojmë, që analizojmë, ata janë ata që propozojnë. Dhe sot ka nada, zero propozime nga opozita, as për reformën zgjedhore, as për reformën drejtësi, zero. Me qëndro pa këtu burimi. Reformë zgjedhore, reformë territoriale, janë ngritur edhe, më themi, komisionet parlamentare edhe po shihen me një vëmendje të shtuar. Sa do e dëmtoj kjo një proces zgjedhor në vendin tonë, kur sapo e kishim ndruar, kishte pak vite që kishin një proces të ri apo një reformë të re zgjedhore, aq për tepër 10 vite ato territoriale, dhe do të shkojmë drejt ndryshimeve të reja. Janë të qëndësishme apo shkakton një lloj kakofonie si në politikë, por edhe tek qytetarët këto ndryshime? Jam dakord me të konstatim. Unë jam i pari që kam ngritur çështjen që në Shqipëri nuk ka patur reformë zgjedhore. Në Shqipëri i pari ishte Basha. Ishte Basha, ku ishte drejtonte të PD-n, e tha për bëjmë reformë zgjedhore. Ta ngatrojnë në Shqipëri, edhe një ka një problem intelektual, ngatrojnë reformë të sistemit zgjedhor me reformën penale zgjedhore. Pra këta ngatruan reformë sistemit zgjedhor, duhet proporcional, duhet majoritar, duhet një zonë e tërë, këto janë gjëra që prekin sistemin zgjedhor, këto i ka prendimi tërkohën, nuk ka problem fare aty. Unë shoh në Shqipëri që dënojnë 2008. 2008 nuk keni krim. Shikoj në Amerikë Trumpi po t'i bën edhe një herë rindarjet. Kjo është problemi